Kthehemi me pamje në palestrën 13 qershori në Therant, ku Golden Eagle Lili po i bën konak Rahovecit në këtë përballje jetike. 39-29 pas pjesë së parë, ja po i shohim edhe të dhënat statistikore. Një dominim i lehtë i Yllit në kërcime, mirë, po e qarkullon shumë më mirë topin, 10-5 në asistime, po i shihni edhe shënimin në brendi në trapez 24-14 dhe në kundër sulme në fast break points 12-5. Kjo edhe ka bërë këtë dallim adhurues të basketbollit. Thash, është kjo një mbrëmje dramatike ku njëkohësisht po zhvillohen 3 ndeshje. Këtu pra 39-29. Ja dhe lojtarët më të mirë, ndërsa tabela e rezultateve aktuale: Trepça 28, Sigal Prishtina 24, Vllaznimi Peja 42 me 36. Në fund të pjesës së parë 6 pike përsi për Vllaznimin, ndërsa Trepça është duke fituar me rezultat 33-29 tani më u bë, dhe është shumë interesant adhurues të basketbollit, një mbrëmje të tillë në histori të basketbollit kosovar. Për këto 34 vite të basketbollit ton të pavarur nuk e kemi parë, nuk e kemi pas asnjëherë. 3 ndeshje në të cilat po vendoset kush vjen, kush rën e kush shkon në play-off. Dhe Vllaznimi, i cili pas pjesës së parë është duke fituar ndaj Pejas me rezultat 42-36, i cili po lufton për mbijetesë, një herësh mund të futet edhe në play-off. Nëse Vllaznimi fiton, Prishtina dhe Rahoveci humbin, atëherë Rahoveci bjen nga liga, Prishtina mbetet e 7 dhe humb play-offin për herë të parë në histori të basketbollit të pavarur kosovar, ndërsa Vllaznimi shkon në play-off pasi ka koshaverazh më të mirë se Prishtina plus 8, pra në përballje direkte nga 2 fitore i kanë Vllaznimi e Prishtina, por Vllaznimi e ka koshaverazhin më të mirë prej plus 8 në dallim me Sigal Prishtinën. Me të vërtet shumë matematika, por të presim, kanë mbetur edhe 20 minuta në Shani Nushi, edhe 20 minuta këtu në 13 qershori, ndërsa në Mitrovic, ku rezultati aktual është 36-29, 7 pike përsi për Trepçën, kanë mbetur edhe 3 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Ka pasur ndërprerje, pse nuk e dim, sidoqoftë, pra e keni një trilogji, 3 ndeshje njëkohësisht po zhvillohen, ndërsa mbrëmja e jashtëzakonshme e sportit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari Art Motion do të vazhdoj edhe me 2 ëmbëlsira të Champions League. Pra në Art Sport do të kemi Paris Saint-Germainin, Liverpoolin, edhe në RTK në Art Motion do të keni Barcelonën me Atletico Madridin. Sidoqoftë, deri atëherë ti përcelim këto, opala, ta përcelim këtë treshe të Bardregjës, i cili me njëherë në start bombardon në pjesën e parë. Bardregja realizoi një treshe nga 5 tentime. Hajde të shohim. Të shohim se çka po ndodh këtu. Mumini me Kerën dhe Vitakun. Kentrell Pullion ka shkaktuar personale, edhe Samargjiev nuk ankohet në këtë vendim. Shpjegon edhe aty japën me dorë Arian Keros, që në rregull është e pash edhe unë që e shty atje. Ja, ky është ai rasti. Vendimi drejt i referve, 39-32, Sabeskis për Arian Çallakun, i cili tenton dhe në treshe përgjigjet me treshe. 42-32, treshja e pare Arianit, i cili ishte i mrekullueshëm në pjesën e parë. Pullion tenton, nuk realizon, Smith pa kërcy fare, e kap të top.
Scott Bamford, më i miri në pjesën e parë me 10 pikë, 6 asistime, 4 kërcime. Sabeckis, ish lojtari Zalgirisit, lufton atje Smith me Bardregjën. Është faul për Tyreek Smithin, 44 me 32. Kapiteni Bardregja shkakton personalin e tij të parë, 6 pikë të tij. Të gjithat nga tentimet për 3 pikë Tyreek Smith, atje e hu gjuajtjen e lirë. Rugova më i larti në kërcim, Puljan për Tomasin, i cili tenton për 3 pikë dhe realizon treshën e tij. Adonis Thomas, e treta vërteta për te. 44 me 35. Sabeckis, kemi një mbrojtje më agresive tani të Rahovecit. All-in ka hy Samargjiev. Ska qka me hup më. Bardregja lufton. Sabeckis luan me këm, tregon atje referi Arjan Kera. Nën pikë plus për Golden Eagle Yllin, i cili po lufton për fitore edhe për të garantuar vendin e 4. Te ka një fitore më shumë se Peja, aktualisht në pozitën e 4 dhe si janë punët. Ylli do të ketë përparsinë e fushës vendase në qerek finalin ndaj Pejës. Upa, sa bukur Bardregja, mirë po e huq Dustin Thomas, më i larti në kërcim. Sabeckis për Arjan Çallakun, betët i vetmuar, tenton, nuk realizon. 2 luftojnë, i treti fiton, është Puljan ai i cili e merr kërcimin. Rugova për mrekullin asistim të Puljanit, e afro rezultatin në 7.44 me 37. Pas asaj treshe të Tomasit, edhe këto 2 pikë të Rugovës në asistim të Puljanit. Sabeckis kërkon nga Bamforti që të del në anën tjetër. Nuk po lëviz tani, nuk po qarkullon topi ashtu si duhet tek Ylli, edhe kemi një dominim të lehtë të Rahovecit. Opa! 2 pikë të Kentrell Puljanit. Sabeckis foul. Një veprim i mençur atje i Kentrell Puljanit, kërkon kontakt, realizon. Kosh faul i tij, 44 me 39. Kentrell Puljan, 10 pikë të tij. Edhe topi disputueshëm. Edhe këto e pam. Buzqesh atje edhe referi Mumini, i cili lut lojtarët që ta kapin ato. Opa. Betet 44 me 39. Edhe në pjesën e parë u afron 5 pikë, 19 me 14, pas asaj treshe të cilin e pat realizuar Puljani. E vjedh këte top kundër sulmi shpejt, situata 3-1. Bardregja me Kormik, edhe një herë kosh faul, Sabeckis për sëri, 44 me 41. Rahoveci po kthehet në loj, pas 39 me 29, po luftojnë me mishe me shpirt vreshtarët. Sabeckis, personalja e ish lojtarit të Zalgirisit, Donata Sabeckisit, e treta e tij, edhe nga vija gjuajtjeve të lira afron rezultatin vetëm në 2, 44 me 42. Aktualisht 13 me 5 në këte qerek, tenton Brion Pass të përgjigjet me treshe dhe e bën këte Brion Pass. 47 me 42, pikët e para të Brion Passit, edhe për te treta vërteta, 2 tentimet para prake për treshe nuk i qëlloj. Puljan, topi hynë e del, Bamford më i larti në kërcim. Brion Pass, edhe njëherë tenton, kësaj radhe dështon, më i larti Puljan në kërcim. Ja kthen Adonis Tomasit, lëvizje bukur mashtruese, Gjuan nuk shënon.
Mirë po Adonis Tomas lufton Puljani me Dustin Tomasin. Kërkon atje kontakt. Fisi kërkon rishikimin e situatës, i sigurt se nuk e ka prekur. Ishte duke pyetur Samargjeva me kërkua jo, tha po, ta shohim kush ka luajtur i fundit me top. Pra pas rishikimit të situatës edhe njëherë Fisniku ishte i bindur se nuk e ka prekur, dukej se ka luajtur i fundit, megjithatë Arjan Çallaku i kishte dobuar. Ishte vendimi i Muminit dhe Vitakut. Topi për Arahovecin, Fisnik Rugova. Për Puljanin atje, bloki Fisit, pick and roll, vonohet Puljan për Adonis Tomasin e përbiron Tomas me tabel realizon dhe rezultatin për sëri në 3 pike afron. Çfarë loje në 13 qershori. Drama e jashtëzakonshme, thriller i jashtëzakonshëm basketbollistik në të 3 ndeshjet. Tomas ishin bashkëtar të Prishtina, Dustin Tomasi dhe Fisnik Rugova, i kërkon falje atje, e shtyu e pranon faullin Fisniku me njëherë. 3 faullat Rahovecit, 2 të Yllit në qerekun e 3. Tomas kundër Tomasit, Dustini kundër Adonisit, e kthen te Tarik Smiti i cili tenton, nuk realizon. Adonis Tomasi topin e fiton. 47 me 44, Kentrell Puljan me Scott Bamfortin, depërton për mrekulli, e huq, por s'ka problem sepse Fisi është në vend. 47 me 46, time out kërkon Endrit Elshani. Çfarë rikthimi i vreshtarëve në këto 5 minutat e para. 17 me 8. Edhe njëherë Bardh Rexha me atë treshën e tij, e nisi serin në fillim, bombardoj për 3 pik, u përgjigj edhe Bamforti, më falni Arjan Çallaku, e më pas, ja po e shini, me të vërtet edhe Brion Pass, çfarë loje, të shohim edhe rezultatet në palestra tjera. Vllaznimi Peja 47 me 40, 7 pike përsi për vllaznimin. Në fillim të pjesës së dytë Trepça Sigal Prishtina 51 me 38. Pra në këtë rast me këto rezultate, si janë aktualisht, vllaznimi është në play-off. Rahoveci bjen Sigal Prishtina e 7, por ka ende loj. Drama maksimale adhurues të basketbollit, të cilin vetëm basketbolli mund ta përgatit. Çfarë edicioni është ky kampionati 32 i basketbollit të pavarur kosovar. Lukashku prej fillimit të këtij kampionati më i bukur, më kualitativ dhe definitivisht më dramatik. E vjen këtë top Bardh Rexha, kapiteni me Kormik. Nuk ja pason atje Puljani, vendos me shku deri në fund dhe e rikthen për herë të parë në epërsi. 47 me 48.
me mishe me shpirt, po lufton Rahoveci. Çfarë gëzimi në bankën e Rahovecianëve. Bardregja atje 19-8 deri tash. Në këtë çerek të tretë atomik për Rahovecianët. Vreshtarët u rikthyen në mënyrë të stuhishme në pjesën e dytë. Puljan me 3 pikë. Pa, 47-51. 22-8. E përsia ma e lartë prej 4 pikëve. Scott Bamford tenton. Nuk realizon. Fisi lufton. Edhe në fund McCormick topin e fiton. Adonis Thomas i bon blok. Gzimorina është në loj. McCormick mbi Gzimorina. Edhe një treshe. Bombardime gjithandej. 25-8. Pa. Çfarë Rahoveci në çerekun e tretë. Super i nxehtë. Bamforti dalet në mënyrë të palejuar. E pranon atje menjëherë Bardregja. E ndalë në mënyrë të palejuar Scott Bamfortin, ish reprezentuesin e Kosovës. 7 pike përsi. Më e thella deri tash. Bamforti për Gzimorinën, i cili tenton të përgjigjet dhe përgjigjet në treshe me treshe. Për 50-54. Edhe 3 minuta 27. Samargjiev Qull, uj i djersitur. Rugova atje, luft, çfarë rollingu i bukur i McCormickut me akrobacion. Shënon për 50-56. Edhe 3 minuta 6 sekonda, deri në fund të çerekut të tretë. Gzimorina tenton mja vjet topin Puljani. Brion pas i vetmuar, e pengon Fisnik Rugova, kërkon gabim në hapa, tentim, Bardregja lufton. Arjan Çollaku e dëbon topin jashtë vijës fundore, edhe njëherë ky rolling fenomenal, ky akrobacion në ajër, edhe shënimi McCormickut. Super i bukur, me të vërtet. Gjevon McCormick shpërtheu edhe ai në pjesën e dytë. 8 pikë të Gjevon McCormickut. Megjithatë Kentrell Puljan me 15 pikë dhe 2 peshe, 5 asistime, 5 kërcime, është lideri i skuadrës. Sa bukur, 10 pikë të tij. I dyti me pikë dyshifrore për 50-58. 8 pike përsi më e larta deri tash. Brion Paz gabon atje, tenton mja vjedh topin McCormick, nuk arrin. Brion Paz, Adonis Thomas e blokon, mirë po topin e qet jashtë vis fundore. Ish lojtari i Orlando Magic e Philadelphia 76ers dhe në një mori të ligave më elitare evropiane ka luajtur Scott Bamforti. Indes turbina dhe snajperin për 53-58. Çfarë loje në 13 qershori, Puljan. Sa bukur apo. Kosh faul Qenka. Mendova që ishin hapa, po jo. Kosh faul për Kentrell Puljanin, edhe njëherë, shikoni. Jo që besa, i mashtrejt të gjithë edhe mu, shënoj dhe me faul, e ndalja atje Josh Gray, 53-60. Betët rezultati poaq, 17 pikë të Puljanit. Më pak se 2 minuta loj në qerekun e tretë. Bamforti për Lis Shoshin, i cili ndalet në mënyrë të palijuar nga Gjevon McCormick. Personalja e dytë e tij, Lisi do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Ka plotësuar bonusin ashtu kështu Rahoveci. 2-1 në pjesën e parë Lis Shoshi nga vija gjuajtjeve të lira. Herën e parë e Huq. Ka një efikasitet prej 65% si vjet. Ka pasur probleme ekzekutimin e gjuajtjeve të lira këtë edicion Lisi. Në mënyrë identike si kurse në pjesën e partë, parën e Huqit, dytën e qëlloj. Rezultati në 54-60 e afroj Lis Shoshi. Puljan
Dhe Brion pas, Puljani i pandalshëm, Bardregja për Tomasin. Ka dhe të Tomasi tentoj, Bardregja nuk arriti ta kap të top, Lisi më i sigurt në kërcim Gzim Orina. Por Brion Pesin i cili tenton me treshe, nuk realizon, Gzimi lufton dhe edhe bon topin jashtë. Topi do të jetë për Rahovecin, Samargjiev kërkon që të qetëson dhe çfarë rikthimi i Rahovecit në këtë çerek. 31 pik i ka realizu vetëm në këtë çerek Rahoveci. 29 i ka qellu në pjesën e parë, 31 vetëm në këtë çerek. Gabon atje McCormick, Josh Gray për Scott Bamfortin, Adonis Tomasi. Gabim në hapa, Scott Bamford. Po. Vendim i drejti në referit Kera. Nuk u pa se ishte i shpejt. 54 me 60. Edhe 53 sekunda deri në fund të çerekut të tretë, atomik të freshtarve, të cilët po luftojnë me mishe me shpirë për të mbetë në Super League. Edhe një herë i pandalshëm Kentrell Puljani për 54 me 62 plus 8. Edhe njëherë kalon atje, e fiton duelin e lojtarëve me numër 1, Lisi e ndalë në mënyrë të palejuar Kentrell Puljan, 19 pikë të ti, por problem po i ka gjuajtjet e lira, 4-1 sonte. Vazhdon problemi i ti, 4 gjuajtjet e lira i ka huqur Puljani. 19 pikë, pas kërcime 5 asistime, por 8 pikë e përsi më e larta deri tash. Rugova e dëbon topin jashtë, thot atje unë e kam, me të vërtet e kam dëbuar topin, me të vërtet edhe lojtarët janë jashtëzakonisht korrekt, po i pranojnë gabimet e tyre. Bamford përballë ka me Kormikun, i cili e dëbon këtë top, 4 sekonda deri në fund të këtij sulmi. Bamfordi do të arrivën topin të shohim Gzimi dhe Lisi, atje për blok të dyfisht. Josh Gray tenton për 3 pik. Dhe çfarë treshe! Nevri Kosët atje, Samargjiev që leon Josh Gray që të gjuan për 3 pik. Skofaj. McCormick. Pas atje, McCormicku. Udhëheqje e dyfisht i rëshiti topi Gjevon McCormickut në qastet vendimtare. Paja edhe ai mundet me gabu, 3.5 sekunda deri në fund të çerekut të tretë. Fantastik, Josh Gray depërton dhe realizon. Samargjiev, Nevri Kosët atje me këtë shënim. 59 me 62, sido qoftë një rikthim i jashtëzakonshëm nga -10 në fund të pjesës së parë, në 3 pike përsi. Vreshtarët 59 me 62, 20 me 33 pik i kanë realizuar në këtë çerek lojtarët e Rahovecit, 4 më shumë se sa në komplet pjesën e parë, dhe janë rikthyer në lehtë në betejë të jesh apo të mos jesh, të mbetësh apo të mos mbetësh në elitën e basketbollit kosovar. 7 treshet Golden Eagle Yllit, 6 treshet Rahovecit. Mirë po, ajo ku po dominon skuadra e Rahovecit janë shënimet në brendi. 19 piksha nga 37 tentime, 51%, 51% është edhe skuadra e Golden Eagle Yllit. Kërcimet në sulm, shënimi pas kërcimeve në sulm nga rastet e dyta dhe realizimi, konkretizimi i gabimeve të kundërshtarit flet në favor të Rahovecit.
në kërcime tani janë pothuaj egal, 35-34, edhe në shënimin e rastit të dytë është pas kërcimeve në sun një dominim i Rahovecit 12-7. Në anën tjetër 60-46 është në Shanin Ushi, 14 pike përsi për vllaznimin, 51-38. Trepça ndaj Sigal Prishtinës në fund të pjesës së parë. Në rast të fitoreve të vllaznimit dhe të Rahovecit dhe humbjes Prishtinë. Opa, lufta vazhdon. Zimorina atje lufton, Sabecki se ka këtë top dhe edhe një top i humbur. Do të rishikohet kjo situatë. A munësh Pra, me gjithate, është vendimi drejti referit Besim Vitaku. E rishikojnë me shumë vëmendje këtë situatë. Për 8 sekonda nuk kanë arritur lojtarët e Yllit pas topit të vjedhur që të dalin në fush. McCormick dhe Lis Shoshi. McCormick tenton për 3 pikë, nuk realizon. Sabecki se kap këtë top. 59-62 mbetët rezultati. Tentimi Zimorinës për 3 pikë. Sa mirë mbyllin atje Lis Shoshin. Pullin
me Bamfortin 1-1, McCormick me njerë jalen topin Puljanit sepse është super i disponuar. Adonis Thomas bi Bamfortin tenton, Bamfortin mbrojtje mirë, Bardregja lufton, Lis Shoshi e kap të top fauli Fisnik Rugovës. Grej, sa bukur, Gjosh Grej Deporton nuk realizon, i kaloj krejt, por Adonis Tomasi e pengoj atje, edhe 8 minuta, 47 sekunda, drame në Trembllej Qërshori. Sabeckis, Kentrell Puljan të rrishet mbrapa dhe realizon treshën, 59 me 65, është kjo treshja e tretë e ti, 22 pikë të Puljanit, i cili ka dhe 6 kërcime, 5 asistime. Sabeckis mbrojtje mirë me Kormikut, Sabeckis lufton, vazhdon, Grej, Bardregja është pranë ti, Bardregja e përcel, faul, poshtë është Fisnik Rugova i cili ka shkaktuar personale. Edhe njëherë, Kentrell Puljan me treshën e ti të tretë edhe 22 pikë. Për 59 me 65, për sëri 6 pike përsi Sabeckis. Gzimi kërkon hapsin atje. Tenton Sabeckis, nuk realizon, por topi tek Gzimorina me këte kërcim. Bamforti lufton me Puljanin, Gzimi mbetët i vetë muar dhe Gzimorina kapiteni kur skuadrës i duhet, e lancon dhe bombën e qëllon, 62 me 65, në treshe përgjigjet me treshe, për sëri, Puljan, dueli dy lojtarë me numër 1, vazhdimisht sonte, Puljani dhe Lis Shoshi, Adonis Tomasi, tentoj, nuk realizoj, Shoshi e kapi këte top, kundër sulmi shpejt, Bamforti, për Lis Shoshin, i cili ishte i ngath atje në pranim, por e shpëtoj këte top, e goditi Bardregjën, kapitenin për të nxerrë këte top dhe këte situat, 17 sekonda për sulmin e Golden Eagle Yllit, kur ka mbetur edhe 7:21 deri në fund të kësaj ndeshje super dramatike, në cilën Arahoveci po lufton për mbijetesë në elit. Bamforti tenton, nuk realizon, Sabeckis topi përfundon të Fis Rugova, i cili me përvojën e ti nuk ngutet. Ja pason atje Kentrell Puljanit, McCormick deporton deri në fund, dalet në mënyrë të palejuar nga Lis Shoshi, do të ndygju atje të lira. Ankot atje për goditje në bryll, po jo. Me bryll në fyt, po jo. I kishte duart e gjata Lisi, nuk është Lisi lojtari cili me qëllim të godet në fyt. Herën e parë Isak nga vija gjuajtjeve të lira me McCormick, për 62 me 66, pika 11 e ti, dhe 12 për 62 me 67, gjëvon me McCormick 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 3-3, shumë interesant, një detaj dhe një statistik, nga vija gjuajtjeve të lira Puljani, nga 5 tentime, 1 ka qëllu, e knej me McCormick nga 5 tentime, 1 treshe. E hum topin atje Donata Sabeckis, Nevri Kosët, shumë topa të humbur në pjesën e dytë të Golden Eagle Yllit, aktualisht 14 topa të humbur. Edhe 6 minuta e 51 sekunda, qëfar rikthimi i Rahovecit në pjesën e dytë, me një qerek të tretë të stuhishëm, 33 me 20. Në pjesën e parë, në 20 minutat e para, Rahoveci realizoi 29 pikë, nërsa në qerekun e tretë, vetëm në qerekun e tretë, për 10 minuta 33,
Një rikthim senzacional, komplet ekipi luajti mirë në çerekun e tretë, po ishin të udhëhequr padyshim nga Kentrell Pullion. Rugova i kreu punën e vet në brendi, Adonis Tomasi po ashtu me kërcime. Ndërsa Undez edhe Gjevon McCormick, i cili realizohet atë treshën, 22 pikë të Pullianit dhe 12 të McCormickut deri tash. Me kërcime, nga 6 kërcime kanë Pullian, Fisnik Rugova dhe Adonis Tomas. Përveç 22 pikëve dhe 6 kërcime, 5 asistime, Pullian definitivisht nëse Rahoveci shënon fitore, Pullian do të jetë heroi mbrëmjes. Regja krijon hapësim, Thomas edhe 4 sekonda tentojnë, atje nuk realizon, Pullian nuk e kap këte top. 62-67, 5 pike përsi për Rahovecin, i cili riktheu lojën. Tyreek Smith, gabim në hapa nga Tyreek Smith, mbrojtje mire Kentrell Pullianit, i cili i bëri presion atje. Dhe definitivisht atë që ka rritur Rahoveci të bëj është që të imponoj lojën e vetë në pjesën e dy, ta kontrolloj, ta ullë ritmin e kundër sulmeve dhe lojës së shpejt Golden Eagle Lyllit, sikur se ishte në pjesën e parë. Dhe kjo me njëherë rezultat. Bard Regja, lëvizje mashtruese, ti tenton për 3 pikë, Bard Regja, kapiteni kësaj radhe i Rahovecit me treshe për 62-70. Është kjo treshja e tretë e Bardit, 9 pikë të ti, gjitha për 3. E përsia përsëri më e larta, Ximorina, i vetmuar Greja tje kërkon topin, Fis Rugova. Personale, a do tjetë kjo e pesta e Fisit dhe kjo do tjetë handicap i madh për Rahovecin, e dha dhe atomin e fundit në fush Fisnik Rugova, veterani definitivisht me 37 vjetë e ti. Fisi e përfundon ndeshjen, 5 pikë, 6 kërcime të Fisit në këte duel sonte. Sabeckis tenton, edhe treshën e realizon në treshe, përgjigjet me treshe, Donata Sabeckis. Edhe 5-5 më deri në fund të ndeshjes. Visari e ju, sa bukur atje. Depërton, por Gabon ankohet atje në faul Gjevon McCormick. 5 minutat e fundit, 5 minutat dramatike edhe për vreshtarët jetike. Tentim për 3 pikë, e huq atje Josh Gray, betet +5. Pullian, Bard Regja i vetmuar atje në brendi për mrekulli e she Kentrell Pulliani. 22 pikë, 6 kërcime, 6 asistime nga Pullian, ndërsa Bardi realizon 11 pikë. Edhe një mbrojtje fenomenale e McCormickut, me gjithate sulmi vazhdon, edhe Ximorina treshën e realizon. E afron rezultatin në 68-72, 2 treshët të kapitenit të Yllit në qerekun e 4. McCormick lufton atje, po bashkëtarët e ti janë shumë statik. Kërkon hapsin, Adonis Thomas lufton nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon, dhe tani kriz në këto 3 sulmet e funit e Rahoveci. Ximorina në anën tjetër për Sabeckisin, nuk gjuan për 3 pikë, ja kthen Gzimi për Bamfortin. Nga një pozitë shumë e vështirë tenton Sabeckis kërcim në sulm, Josh Gray, edhe ai po tenton, edhe ai dështon dhe topi të McCormicku përfundon. 3 minuta 25 deri në fund.
4 pike përsi për Rahovecin. Çfarë drame. Thomas me blok atje. Me Kormi. Bëhet tani Samargjev. Sabeckis ik në anën tjetër. Zimorina i vetmuar tenton edhe njëherë me 3 pik. Gjuan nuk realizon për 3 pik. Mbetet 4 plus për e fut vetën atje në një situatë të palakmueshme. Ja Samargjev kërkon atje. I bërtiti atje Kentrell Pullionit për këtë top të humbur. Kemi challenge sfit për faul jo sportiv. Pra është vetëm faul normal sepse Tariq Smith nuk pati tentoj me dëbu topin, kështu që është vetëm faul rivënje. 2 faulat të Yllit, 3 të Rahovecit, kur ka mbetur edhe 2 minuta e gjysmë deri në fund të këtij dueli. Pullian kërkon që të hapet loja atje Samargjev. Pulliani për me Kormikun. Pullian deporton deri në fund e kthen te Visare Jupi, i cili tenton, nuk shënon Tariq Smith. Arexha kërkon që të kthehen në mbrojtje. Josh Gray deporton edhe realizon për 70-72. I dëshpëruar me këtë rënje në ritëm të lojës dhe të themi pak edhe mos koncentrim dhe disciplin të duhur. Trajneri Goran Samargjev nga 8 pike përsi. Sa ishte rezultati 62-70. Tani kemi një seri prej 10-2 të skuadrës së Golden Eagle Yllit, i cili afrohet në vetëm 2 pikë. Ja ku i shofim edhe kërcimet për sëri, kemi dominim në kërcime, për asistime me të vërtet është duke qarkullu topin për mrekulli skuadra e Golden Eagle Yllit, e cila filloj me bombardime në këtë qerek dhe realizoj 3 treshe, sidomos i rëndësishëm, pra të rëndësishme ishin ato 2 treshet e kapitenit Zimorinës në qastet vendimtare, duke kthyer në loj skuadrën. Edhe kjo e Donatas Sabeckisit, asistim të Tariq Smithit te Golden Eagle Yllit. Sonte i heshtur Scott Bamforti 7-2 për 3 pikë. 13 pikë të tij, 10 të Sabeckisit, 9 i ka Zimorina, të gjitha për 3 pikë.
Në anën tjetër, Puljan 22, McCormick 12 dhe Bardregja 11. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Puljan me Tariq Smithin, deporton deri në çfarë blokade monstruoze. Në anën tjetër, Josh Gray realizon dhe rezultatin e barazon 72-72. 100 sekundat e fundit. Drama arrin maksimumin. Javon McCormick, Tariq Smith ka dalë atje për para, po luan mbrojtje me McCormickun 1-1. McCormick tenton, nuk realizon. Adonis Tomasi, Bardregja lufton për këtë top. Sabecki se fiton. Bamforti për Sabeckisin, i cili nuk ngutët. Morina për Bamfortin. Kërkon atje lojnë 1-1 dhe tentim për 3 pikë. Scott Bamforti, Regja i afrohet. Gzim Morina i vetmuar. E kthen topin te Gray. Sabeckis i vetmuar mbetet në kënd. Tenton dhe treshën e realizon. Samargjiev time out kërkon. Çfarë rikthimi pas e përsis prej 62 me 70. Çfarë rikthimi i Golden Eagle Yllit pas asaj treshe të Bardregjës, kur kishin mbetur edhe 5 minuta e 55 sekonda deri në fund. Ja tani 55 sekonda para se të përfundoj dueli me këtë treshe. Rezultati shkon në 3+. Një seri prej 13-2 në këto 5 minuta të fundit. Vetëm 2 pikë të realizuara të Rahovecit, i cili huqi nga loja 7 tentime. Sabeckis filloj me serin prej 13-2 me 3 pikshin e ti. E vazhdoj Gzim Morina për sëri me treshe. Josh Gray në asistim të Sabeckisit në 2 herë realizoj deportime dhe kret në fund. Josh Gray për Sabeckisin asistoj dhe Sabeckis treshën e shënoj e përmbylli këtë seri prej 13-2. Pra 5 minuta e 55 sekonda para se të përfundon të dueli. Rahoveci kishte 8 pike përsi 62 me 70. E tani 55 sekonda para se të përfundoj dueli. 75 me 72. Topin e ka Puljani, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Gzim Morina. Në Shanin Ushi, 81 me 76 për vllaznimin në Mitrovic. Trepqa Prishtina 77 me 61 në fund të çerekut të tretë.
Vërtet, një gjuajtje e lirë për Kentrell Puljanin për shkak se u tërhoq nga Sabeckis. Fauli Sabeckisit, Kentrell Puljan realizon në qastet kritike 5-1 nga vija gjuajtjeve të lira, por në qastet kritike shënon për 75 me 73. Edhe 48 presje 8 sekonda deri në fund. 14 sekonda për këtë sulm tregon referi Mumini. Sabeckis. Gabim në hapa. Ankon atje në faul se ishte i shtyr. Topi humbur në qastet vendimtare. Sabeckis me Kormik është pranë tij. Sabeckis e kontrollon topin, shkon deri në fund, e kthen tek Zimorina i cili tenton, nuk realizon. Tarik Smith e ka shkelur vin, topi për Rahovecin. 31 presje 3 sekonda deri në fund. 2 pikë për Yllin. Mbi tesa e Rahovecit në fije të Penit. Çfarë drame në 13 qershori. Puljan me Zimorina lufton. Kentrell Puljan për Bard Regjan me Kormik, me Rolling, deporton Bard Regja, realizon dhe rezultatin e barazon 75 me 75. Kapiteni Bard Regja në qastet vendimtare. Me pikën e tij të 13 e barazon rezultatin. Shikoni Bardin. Me të vërtet vreshtarët, skuadra e cila si vjetë kishte buxhetin më të vogël në Pro Credit Super League, ka luftu si Luan dhe pavarësisht nga epilogu duhet duart trokitur. Ja rezultatet, vllazënimi Peja 84 me 78, Trepça Sigat Prishtina 81 me 61. Aty tashmë çdo gjë është e qartë. 85 me 78 sekondat e fundit edhe në Shanin Ushi. Edhe pse Peja në çerekun e 4 është rikthyer në lojë. Dram e vërtet. Në sekondat e fundit të pjesës së rregullt të kampionatit të Kosovës në basketbol në Pro Credit Super League. Sabeckis edhe 10 presje 9 sekonda. A do të kemi vazhdime këtu? Foul i Gjevon me Kormikut. Qastet vendimtare, topi për Golden Eagle Yllin. Scott Bamford kërkon atje për gëzimin, tentimi gëzimit për 3 pik. Dhe ndeshja do të shkon në vazhdime. Çfarë drame në 13 qershori. Do të kemi vazhdime. Drama në 13 qershori vazhdon. 75 me 75. Rahoveci po lufton me myshe me shpirt që të mbetet në Super League. Në Shanin Ushi, rezultati është 85 me 81.
Çfarë drame edhe në Shanin Ushin në sekondat e fundit. Tedhet e 5 me 81. Edhe më tutje në Shanin Ushi, kur kanë betur edhe 44 sekonda deri në fund. Atje me ju është kolega ime Ulpiana Emrap, edhe 44 presje 8 sekonda deri në fund të asaj drame në Gjakov. E këtu ndeshja ka shkuar në vazhdime. Jemi duke përcelur edhe dramën në Gjakov. Sekondat e fundit atje adhurues të basketbollit. Është ndalur Tarin Todd në mënyrë të palejuar nga Caesar Edwards. Do të ketë gjuajtje të lira. Tarin Toddi në çastet e fundit, kur ka mbetur edhe 34 presje 7 sekonda atje. Hera por që është në vijën e gjuajtjeve të lira Tarin Todd. Edhe vllazënimi po lufton me mishe me shpirt. Ka gjasa që të shkon edhe në play-off skuadra e vllazënimit. Pra nëse vllazënimi fiton, ndërsa Sigal Prishtina dhe Rahoveci humbin, atëherë vllazënimi shkon në play-off. Pra çdo gjë varet nga ky duel. 5 minutat shtesë. 75 me 75. Bamford, Tariq Smith, Bamford me treshe, prej çfarë situate realizon për 3 pikë Scott Bamforti. Tenton të përgjigjet nuk arrin. Arjan Qallaku, i cili ishte i shkëlqyeshëm në pjesën e parë, e kap topin. 8 pikë të tij, është ky kërcimi 4 Gzim Orina për Tariq Smithin. Donata Sabeckis tani luajnë me sulme të gjata, të qetë. Scott Bamford me tentim për 3 pikë, dominon atje Tariq Smith, dalja e Fisnik Rugovës, handicap për Rahovecin. Arjan Qallaku tenton dhe treshën e realizon. 2 treshe të një pas njëshme, Bamford dhe tani Arjan Qallaku. 11 pikë të Arjanit, lojtari i tretë me pikë 2 shifrore. Thomas dhe Qallaku, rolling atje i Thomasit. Dalet në mënyrë të paljuar, Arjani thot s'pata qa me bo. E ndalë me faul Adonis Thomasin. 13 treshe të Golden Eagle Yllit. Është munduar që ti ndalë këto treshe sonte trajneri Samargjiev, por derisa nuk ishte Bamforti në anën tjetër, pra në skenë dollën Sabeckis dhe kapiteni Gzim Orina, të dytë me nga 3 piksha. Scott Bamford tashmë me double-double, 16 pike, 10 asistime, fenomenal. Tariq Smith i mungojnë vetëm me 2 pikë, edhe ati për double-double, i ka 8 pike, 16 kërcime, masiv ka qenë sonte. Me të vërtet Tariq Smith në kosha. 81 me 77 i realizon të dyjat. Drama vazhdon. Gzim Orina për Bamfortin. Bamfort tenton me 3 pikë, nuk realizon topit e Bardh Regja. Ja kthen prapa ekonomikut atje
Granbury e humb topin, Sabetski se kap. Sabeckis për Bamfortin. Smith atje lufton në kosh. Shkakton gabim në hapa. Tariq Smith është ky topi i treti humbur i 17 për Golden Eagle Lylin. Edhe 3 minuta 7 sekonda deri në fund. Çfarë drame adhurues të basketbollit në 13 qershori. Çfarë kampionati. Visare Jupi atje tenton, nuk realizon. Gzimorina lufton. Ja do bën topin nga dora Bardh Regjës. Edhe 8 sekonda deri në fund të këtij sulmi me McCormick. Depërton deri në fund. Granbury realizon. Rezultati në 81-79 e afron. 2-14 deri në fund. Është kënaqësi me komentu kësi lojë basketbolli. Sabeckis me 3 pik. Nuk shënon, por Bamforti me kërcim. Realizon Scott Bamford, kërcimi ti i 6, 18 pik. 10 asistime, edhe 6 kërcime. 83-79, McCormick. Arjan Çollaku mbrojtje, McCormick nga një pozitë e vështirë dhe McCormick realizon. Për 83-81. Po lufton me mishe me shpirt, Arahoveci. 2 minutat e fundit. Sabeckis. Scott Bamford, McCormick është pranë tij. Sabeckis i vetmuar, nga Himalaja tenton, nuk realizon. Adonis Tomasi për mrekulli, Gzimorino në mbulon. E mbyll atje dhe Gzimi kapiteni shkakton foul. Të 83-81. Drame vërtet. Adonis Tomas në vinë e gjuajtjeve të lira. Realizon herën e parë për 83-82. Vllazimi Peja, rezultati final 88-82. Fitore e Vllazimit ndaj Pejës, e cila përfundon e pesta. Ndërsa këtu Adonis Tomasi e barazon rezultatin. A do të kemi ende vazhdime. Kërkon time out trajneri Samargjiev nëse shënohet. Sabeckis, Scott Bamford, topi hyn e del, Bardh Regja e kap topin. Bardh Regja me 3 pik. Gzimorina e kap këtë top. Ka ende gjasa për të mbijetuar Arahoveci, edhe pse Vllazimi ka fituar dhe Prishtina ka humbur. Në rast të fitores së Arahovecit, Vllazimi bjen nga Superliga. Sipas vendimit që të shikohet paragrafi 47.1.5, por mbetet me top në dorë Arjan Çollaku. Pa, qëfar drame? Pra, nëse fitojnë Rahoveci dhe Vllazimi dhe humbë Sigar Prishtina, Rahoveci mbetet në ligë, Sigar Prishtina shkon play-off, ndërsa Vllazimi bjen nga Superliga. Sekundat e fundit për mbijetesën e Rahovecit. McCormick depërton. Shënimi kërkon Endrit Elshani që të rishikohet kjo situatë. Qëfar drame në elitën e basketbollit kosovar. Në asë një ligë si vjetë s'kemi pas në Evropë kësi drame. 28.6 deri në fund do të rishikohet situata e fundit. Pikët pranohon pas i Tariq Smith e kishte prekur tabelën 83-85. Nëse shënon
Golden Eagle Ylli, Samargjiev ka kërkuar time out. Scott Bamford, Gjuan dhe Huq. Bard Regja me Kormik atje. Dalet në mënyrë të palejuar. Lus Regjin që të manal. 83 me 85. 11 presje, 2 sekonda, çfarë drame. Arahoveci ishte në minus prej 13 pikve, u kthye në lojë, shkoj në plus 8. E patëm Acerin prej 13 me 2 të Yllit, mirë po në fund luftoj dhe rezultatin e barazoj, luftën në vazhdime e vazhdoj. Dhe tani, me Kormik, me pikë shumë të rëndësishme. 17 pikë të me Kormikut, 100% efikas, 83 me 87. 83 me 87. Pra, Ylli e fitoj e humbi këte loja ashtu kështu është i 4 mirë, po Rahoveci po lufton për të mbjetuar. Çfarë drame në sekondat e fundit. Rahoveci nëse fiton, vllaznimi ka fitu dhe Sigal Prishtina ka psu, atër Sigal Prishtina shko play-off, Rahoveci mbetët i 7. Ja pra, Trepqa Sigal Prishtina 110 me 80. Në këte rast, pra, skuadra e vllaznimit përshëndetet nga elita e basketbollit kosovar, pasi me aplikimin e nenit 47.1.5, pra parasysh merën ndeshjet e ndërsjella ku skuadra e Rahovecit ka 3 fitore ndaj vllaznimit edhe një ndaj Prishtinës, pra 4-4 krijohet ajo grupi. Prishtina ka 5 fitore, 3 humbje në raport me vllaznimin e Rahovecin. Rahoveci është 4-4, ndërsa vllaznimi është i treti me 3 fitore, 5 humbje dhe largohet nga elita e basketbollit kosovar. Ka mbetur edhe 11 presje, 2 sekonda deri në fund. Qallaku për Smithin. Mbrojtje e Visa Rejupit me top luan i fundit atje. Scott Bamford kërkon atje Endrit Elshani rishikimin si duket situatës. Time out i Samargjievit. Të shofim se çka do të ndodh. Jo, topi me gjithate do të jetë për Rahovecin, vendimi apo do të rishikojnë apo jo. Mumini afrohet atje te banka e Golden Eagle Yllit. Scott Bamford thot pranon atje se ka luajtur i fundit me top. Adonis Thomas. Kentrell Puljan largohet dhe faul atje i Gzim Morinës. Gzimi para koshëm sepse duhet ekzekuton edhe gjuajtjet e lira.
Ja, atje Indrit Krasniqi, kryetari i klubit të Rahovecit. Lotët e gëzimit për vreshtarët, skuadra e cila me buxhetin më të vogël në Pro Credit Super League ka luftuar si luan deri në fund. Dhe sipas vendimit ku është marrë parasysh Neni 47.1.5, Rahoveci mbjeton 83 me 89. Samargjev e mban Rahovecin në Super League. Sigal Prishtina shkon në play-off, ndërsa Kuqezin të Gjakovës vllaznimi përshëndetet nga elita basketbollit kosovar. Ja, lotët e gëzimit të Indrit Krasniqit, kryetarit të Rahovecit, çfarë drame. Së shpejti do të jemi edhe me deklaratat e dy trajnerëve dhe tani kemi një incident atje, hedhje të gjësendeve, skenat të papëlqyeshme, të indinjuar me këte disfat Golden Eagle Yllit të skuadrës së tyre. Adhurues të basketbollit, për disa çaste do të jemi me trajnerët.
Odhës basketbollit jemi këtu me trenerin Goran Samardžiev. Coach, very dramatic game. Rahoveci survived, so Rahoveci stays in Super League. I mean, it was a fight to the last second. In the last second, you won and you're in the Super League. How would you describe this win? And what were the key moments of this game? First of all, I want to congratulate to both of teams for correct game. We survived. We believed until last seconds, with a lot of problems, with a lot of situations. We have basketball things, but now I have more emotional. And maybe I don't speak good, but. We deserve this win. We deserve this Super League because when I come, we start to play much harder. I think much better to fight for all ball, to fight until last seconds, and we don't stop to believe that we will win this game. We come in very bad situation because. Yesterday we received mail from Federation about the rules. Last week our motivation is go very low level because we wait. Probably we will wait the game from Vlasnimi, but at the end of the day, the Federation give us chance to fight for Super League. Congratulations to all Rakovets. I think this night we will celebrate good. Congratulations to the players, congratulations to the assistant coach, to everybody of the club. We do this everything. First, I like coach, assistant, everybody in the club. We do this everything for this club. Now for City of Rakovets, we wait to support us, especially these young people who support, who I don't know how to say in English, but doesn't matter. We win this game one more time. Congratulations to both of teams. Now we have time to celebration. That's it. Thank you. Thank you very much. Adhrues të basketbollit po e përmbledhi ato që tha treneri Samardžiev, e pyeta keni mbijetuar, keni luftuar deri në sekondat e fundit dhe keni arritur fitoren e cila ju ka mbajtur në ligë, cilat kanë qenë ato pikat kryesore ku e fituat. Nuk foli shumë për lojë, megjithatë atë që tha e uroj mas pari ekipin, komplet stafin, bashkëpunëtorët e tij, lojtarët një nga një, dhe tha se ne nuk kemi në asnjë çast, nuk kemi ndalur së besuari në fitore deri në momentet e fundit. Kemi luftuar, kemi pasur shumë probleme, jo vetëm sportive, kemi pasur edhe probleme tjera të cilat i kemi tejkaluar. Megjithatë e rëndësishme ka qenë që kemi luftuar deri në fund dhe kemi arritur këtë fitore. E përmendi emailin të cilin e kanë marrë mbrëm nga Federata e Basketbollit e Kosovës, e cila ka marrë vendimin që të aplikoj nenin, për cilën gjatë komentimit ju folja nenin, që të shikohet raporti i ndeshjeve, fitoreve dhe humbjeve në mes të 3 skuadrave, sipas të cilës nëse Vllaznimi dhe Rahoveci pra fitojnë dhe Prishtina humb, atëherë Sigal Prishtina shkon në play-off, Rahoveci bëhet i 7 dhe Vllaznimi i 8. E uroj edhe në fund tërë qytetin e Rahovecit dhe tha se tash duhet të punohet që skuadra e Rahovecit të përgatitet për vitin e ardhshëm. Tani kemi edhe trenerin Endrit Elshanin këtu pranesh. Endrit, një humbje, ishit 13 pikë në avantazh, e humbët atë e pati Rahoveci një qerek të tretë ku shënoi 33 pikë në pjesën e parë, vetëm 29, çka nuk shkoi mirë sonte. Qereku tretë e ndryshoj komplet rrjedhën e lojës, edhe pse në qerek 4 prap u shtrëngu mbrojtje, mirë po në vazhdimsi, domethënë ka qereku i 4 dhe në 5 minutësh në vazhdimet patëm probleme me disa lëndime të vogla në bankë dhe s'mundëm
ndryshu disa lojtarë me bo disa ndrime, po në fundit nuk ka kur gjatë s'ka arsyetim, thjesht I kërkojmë falje gjithë sparit tifozëve, se e dim dëshirat e tyne, njëkohësisht edhe dëshira këtë stafit e lojtarëve klubit ka qenë që sot si me rikëthy në shpiton me një fitore, po s'ndodhi, mirë po në fundit prap jemi në play-off, prap na duhem me qenë zbashku bashkë me tifozë, bashkë se cilën njeri se hyjmë play-off prej të shtunës dhe çka numërohet në fund vitit. Të shtunën ju pet ndeshja e parë kundër PES, PEA ka pësuar disfat nga vllazimi dhe mbetet e 5, e jeni në pozitën e 4 në çerek finale, e keni përparësinë e fushës vendase, I përmendet lëndimet, a janë serioze ato lëndime, a do t'jeni të kompletuar të shtunën? Besoj që po, nuk e dim hala, po nuk kanë lëndime shumë mëdha, veç të momentale që s'mund si la 2 lojtarë me vazhdu. Lojen, po presim, nuk e di presim, besoj që nesër veç do të marrim vendim. Po do të hyjmë me gjitha forcat, çdo që kemi do të hyjmë që me zbarë thyrë në Suarekës. Faleminderit shumë. Pra, ndëgjuat çka tha edhe trajneri Endrit Elshani, ishte I zhgënjur me këtë disfat te mase. Pra, dhurues të basketbollit, një mbrëmje me të vërtet shumë dramatike, tashmë edhe Liga Kampionëve ka filluar. Ishte ky pra fitoria e thellë Trepçës ndaj Sigal Prishtinës në Mitrovic, fitore e vllaznimit e cila pra nuk kreu punë, sepse edhe këtu pra Rahoveci triumfoi ndaj Golden Eagle Lullit me rezultat 89-83 pas vazhdimeve, 75-75 ishte pjesa e rregullt, ishte ky fundi I një edicioni dramatik kur në histori të basketbollit kosovar njëksi finishin nuk kemi pasur që të përcaktohet kush do të bjene, kush do të mbetet në ligë në sekondat e fundit. Pra, siç e dim tashmë, Trepça është e para dhe ka shkuar direkt në gjysmë finale së bashku me bashkimin e dytë. Borasi e treta do të takohet me Sigal Prishtinën në Prishtinë të dielën me fillim nga ora 19:30, ndërsa Golden Eagle Lulli me PEA-n do të zhvillojnë ndeshjen e parë çerek finale këtu me fillim nga ora 19:30 në 13 qershori, pra pas vetëm 3 ditëve Golden Eagle Lullin e pret edhe fillimi I play-offit. Do të jenë këto ndeshje jashtëzakonisht interesante, ndërsa befasia më e këndshme e këtij kampionatit është Bora, e cila nga fundi I tabelës ka arritur që të përfundojë pjesën e rregullt të edicionit në pozitën e 3. Nga Unagon Femiu, ekipi realizues I Oksigjenit për Art Motion kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me Champions League në adresën numër 1 të sportit në shqiptari Art Motion.